Për të gjithë personat e lindur pas vitit 2009 do të ndalohet shitja e duhanit sipas një ligji të propozuar nga Mbretëria e Bashkuar si një mas për krijimin e një gjenerate pa duhan. Kjo do të thotë që mosha minimale për blerjen e duhanit do të rritet çdo vit duke krijuar gradualisht një brez që nuk do të ketë kurrë akses ligjor në duhan. Por a do të ishte e zbatueshme një masë e tillë edhe për Shqipërinë? Ky ligj është revolucionar në shëndetin publik, sepse e ka emërtimin që mbron të rinjt. Po shtresat e tjera, 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar që janë duanpirës, ky nuk i mbron. Në rast se ti po mbron këta të rinjt, që po bën këtë ndalim, atëherë ti mund të shtoje moshën e këtyre nga 17 vjet, që ndalohet pirja e duanit, dhe këtyre vepre deri në moshën 21 vjeç. Duke u nisur në prizmin e këtij ligji për Shqipërinë, do të thosha, Shqipëria do të forcoj zbatimin e ligjit antiduan. E dyta, do një edukim të hershëm. Nuk bëhet me ndalesë. Sipas ekspertëve të shëndetit, një ligj i tillë jo vetëm që do të ishte i pazbatueshëm, por do të nxiste edhe tregtinë e palishme. Shtetet e tjera që kanë ndaluar nuk kanë rezultuar pozitiv sepse ka filluar tregtia e palishme. Dhe pikërisht tregtia e palishme dhe humbje e financa në buxhetin e shtetit dhe mosmarrja të shëndetit publik ka për t'u amenduar dhe ky ligj. Shqipëria renditet ndër vendet me përqindjen më të lartë të konsumit të duhanit me rreth 38.8% të popullsisë përdoruese, ndërsa mesatarja e Bashkimit Evropian është 24%. Ekspertët e shëndetit theksojnë se Shqipëria duhet të fokusohet te edukimi i hershëm, duke nisur që nga kopshtet dhe shkollat e mesme. Sipas tyre, personeli shëndetësor dhe strukturat e promocionit të shëndetit duhet të angazhohen më shumë në ndërgjegjësimin e të rinjve për dëmet e duhanit. Me dhunë nuk mendoj që mund të ndalohet. Çdo gjë bëhet me edukim. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani mbetet një nga shkaqjet kryesore të vdekjeve dhe paaftësisë në botë, duke shkaktuar mbi 7 milion vdekje çdo vit.